Në këtë rast, Iqbal Huduti, besoj që e njeh si emër. Po, kemi dëgjuar. E keni dëgjuar për Po, Iqbalin, ka ca bindje të saj ajo, do të thënë po, ndryshe, nuk e di unë si shpjegohen këto, po, me thënë të drejtën. Ajo ishte një nga personazhet që për herë të parë në historinë e medias do të futeshte në Big Brother një grua me shami. E po. miratoni ju këtë gjë? Jo, nuk e miratoj, sepse Iqbalja nuk e përfaqëson Islamin. Edhe nuk është shembull për muslimanët Iqbalja. Për neve shembull është nona e besimtarëve Hazreti Aisha radhiyallahu anha. Nona e besimtarëve Hazreti Hatixha. Nona e shqiptarëve tash shkëm është nona e Adem Jasharit, të themi Zahidja. E nëse i marrim të shembull këto nonat tona. Ajo nuk e përfaqëson Islamin. Ajo mundet me bëj xhami, edhe mundet mos me bëj xhami. Se xhamia, shembull, fundit na themi është obligim fetar, por nëse dikush nuk e ka xhamian, por e ka besimin e fort, por është pa xhami, e dikush ka xhami dhe nuk e ka besimin sa duhet, kjo pa xhami është më e mirë se me xhami. Këtë rast, unë nuk du të flas për besimin e saj, shiit, sepse ajo shiite, edhe ka besimin shiit, çka për mua e ka besimin e vet, ka të drejtën e vet, edhe nuk hin këtë vi, por ajo në mënyrë direkte dhe mënyrë indirekte mundohet të propagandon shiizëm popullatën shqiptare, ku pjesa dërmuese e shqiptarëve musliman janë sunit. Edhe këtë duhet ta dinë shikuesit tonë dhe ta dinë motrat tona dhe vëllezërit tonë.